Shqipëria ka gati planin kombëtar të kontingjentit për emigrantët e paligjshëm të botuar në fletoren zyrtare në fund të dhjetorit, duke përshkruar detyra që duhet të përmbushen nga 2026 deri në vitin 2028. Nëse lëvizjet emigratore do të jenë normale, autoritetet kanë në dispozicion një vlerë indikative prej 195 milion lekësh, por nëse situata ndryshon dhe kalohet në skanerin e kuq, pra në krizë migrantësh, domethënë tej kapaciteteve shtetërore kostoja shkon në 708 milion lekë. Në këtë strategji përfshihet hapja e qendrave të reja pritëse në rast të emergjencës të emigracionit të parregullt. Megjithatë, pranohet një trend në ulje i kalimeve të paligjshme të kufirit, që nga viti në vit nga 178.000 emigrant ka zbritur në 63.000. Shumica e të huajve konstatohet se përdorin kufirin e gjelbër me Greqinë, duke parë si urlisë Shqipërinë, ndërkohë që duke synuar vendet e Bashkimit Evropian, emigrantët kishin një portdalje Malinezi dhe Kosovën. Në këtë dokument zyrtar portretizohet fluksi migrator që përpos afganëve, sirianëve dhe shtetasve të huaj nga lindja mesme. Bërehet një trend tjetër i shtetasve që udhëtojnë nga Egjipti dhe Nepali. Në vend të një rasti nga një shtetas nga Kamboxha mori statusin e refugjatit. Shumica e të huajve konstatohet se kanë kaluar kufirin e gjelbërt me Greqinë për të hyrë në Shqipëri, që përdoren si urkalimi me destinacion të radhës Malinezi dhe Kosovën, por me synim vendet e Bashkimit Evropian. Një tjetër mënyrë për të udhëtuar drejt Bashkimit Evropian është abuzimi me vizat e punës. Bëhet fjalë për punëtorët e kontaktuar nga India, Filipinet, Bangladeshi dhe Sri Lanka, ndërkohë që rezulton se edhe Turqit po e keq përdorin liberalizimin e vizave. Si fakt jepen shifrat prej 8.600 shtetas turq të konstatuar, por nuk mungojnë edhe kinezët, 1.050 të tillë të konstatuar, 250 shtetas mongol dhe 100 rus. Në dokument jepet informacioni edhe për afganët që janë në mbrojtje të përkohshme në Shqipëri. Referuar aplikimeve për mbrojtjen e përkohshme, përmendet se në total 9.470 shtetas afgan kanë tërhequr aplikimet e tyre, kurse autoriteti i përgjegjës për azilin dhe refugjatët rezulton se ka lëshuar 7.565 vendime për përdorimin e mbrojtjes së përkohshme. Aktualisht janë ende në mbrojtje të përkohshme në Shqipëri 549 qytetar afgan.